Miq Prizmos, ajo që në analizën time politike dhe sigurisht në Facebookun tim, po edhe ke Gazeta Tema, më bëri edhe më shtyu që të egzagerohem e them në thojza. Ishte modeli I përfaqësimit edhe filozofisë së çuditshme të Partisë Demokratike përballë një faktit që është kandidaturat edhe përballja me Partinë Socialiste për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Shihoni miq Prizmos, ato janë zgjedhje të parakohshme të cilat do të zgjedhin kryetarin e Bashkisë deri në 2027 kur janë zgjedhjet e tjera. Nuk do zgjedhin Këshillin Bashkiak, ai aty është. Nuk I ka ndodhur gjë Këshillit Bashkiak. Ai do mbetet atje, është ai Këshilli Bashkiak, janë ata përfaqësues. Dhe njëkohësisht tregon mobilizimin gati në një proces majoritar. E ti ku e kam fjalën? Fjalën e kam se këtu është pikërisht përballja me njëri tjetrin. Tash unë e di që Sali Berisha do thotë ne I kemi më të mirët, është retorika e tij politike e 35 viteve dhe njëkohësisht edhe mitomani politike që vetëm Sali Berisha e di në këtë punë. Po është edhe eufemizëm, është gati sikur është e vërtet. Në vërtet s'ka asgjë të vërtet. Ai nuk ka asnjë njeri që ta ballafaqojnë me Manastiriun, edhe pse, po e sqaroj më vonë. Por desha të thoja këtë, është për 2 vjet. Praktikisht duhet menduar në mënyrë të tillë, duhet të jesh gati. Po Sali Berisha I ka mësuar këta të thonë patronazhistat e ka pikturuar patronazhistin si njëri armik, e shpall armik, tradhtar në vendit. Patronazhistat janë njerëz real, të cilët e dinë, e skanojnë, dinë se kush, pse, ku do votohet. Ata dinë gjithçka. Edhe këto patronazhistë përdoren edhe ke partia, ke 2 partitë kryesore, 3 partitë kryesore në Itali, 3 partitë kryesore në Francë, 2 partitë kryesore në Amerikë. Po aty nuk I thonë patronazhist se I mëson Sali Berisha, se s'kan Sali Berish. E kanë këtë fat të keq, në Amerikë nuk ka Sali Berish, as në Francë, as në Itali, bile nuk ka as në Spanjë. Gati nuk ka as në Kosovë. Mund të ketë ngjashëm me te, po jo si ai kurrën e kurrës, as në Malzi, as në Greqi. Me qira fjala për Greqi. Të 2 partitë, si Neodemokracia dhe partia e Pasokut dikushme dhe e majta Syriza përdorin patronazhistat. Patronazhistat janë njerëz të cilët sigurisht skanojnë, dinë gjithçka që ndodh me elektoratin e tyre, janë parti elektorale, shkurt muhabeti. Kurse Sali Berisha nuk do që Partia Demokratike të jetë parti elektorale, e vërtet. Do që të jetë parti pronë e tij. Në Partinë Demokratike nuk ka patronazhist. Ka raja shërptor të Sali Berishës, të cilët sigurisht, në qoftë se nuk veprojnë pas të udhëzimeve, ke Partia Socialiste, në qoftë se doni ju, ka patronazhist, veprojnë në pas të udhëzimeve që jep. Sigurisht Edi Rama dhe organizime, pa kanë organizimin veç. Dhe përbëjnë një fuqi elektorale, e cila gjeneron dhe përballet di në çdo moment se ku është elektorati. Me që e marrova këtë diskurs tash, po I them, jemi përballa. Mbetet vetëm gëzimi I madh hoqe me Erion Velin. Shiko, Erion Velin nuk e hoqet ju majmunati I Këshillit Bashkiak dhe I Partisë Socialiste dhe Demokratike bashkë. E hoqi jo vetëm egzagerimi I tij, po e hoqi koha, nuk mund të lejohet që Tirana të jetë tash e dyzuar dhe të veprojnë njerëzit aty kundra njëri tjetrit. Nuk e dia e pata të nënkryetarin e bashkisë e zori jashtë. I tha largoju Edi Rama. Në interesat e tia. Dhe tash I kthehemi ke tema. Ku është Partia Demokratike për të përballur me Orgeta Manastiriun. Nuk është kërkon. As kërkon. Është e paracaktuar që do humbin edhe keq. Pavarësisht se Sali Berisha thotë kemi shumë më të mirë. A mundet që të bindet fjala Jurida Tabako që bën gam në për forume nga më të ndryshme se edhe vetë Edi Rama ka leverdi që të bëj gam ajo sepse sigurisht do të kam një opozit normale
që nuk shanë, nuk fyen edhe nuk gjun me, si me thanë, me ura zjarri, nuk gjun me molotov. Jorida nuk e bën këtë punë. Nuk është si dikur i pas një kryetar bashkie që thotë edhe unë kam qef të gjuaj me molotov. Jo molotov me v, po molotov me f. Jorida nuk e bën këtë punë. Po ta bëj, pastaj ka hëndër drejqë gjithçka edhe te roncat e vjetër. Mi pa jo bërë një luft të çmendur me Ilir Ali Mehmetin. I futi Sali Berisha të grinen me njëri tjetrin dhe me zi e mori atë mandatin. Tash nuk e ka mend që ta lej atë mandatin që digjet me Orgeta Manastirliun, e cila sigurisht ishte aty bashkë me Erion Velien kur po bëshin fushatën elektorale për të fituar 20 mandate. 19-20 mandate në Tiranë. Dakord, pra di dhe strukturën, njeh edhe se kush është Tirana, e ka matur s'ka disa muaj që e ka matur se kush është. Jorida nuk mund ta bëj më, sepse dela out, humb edhe mandatin. Edhe pastaj sigurisht digjet një nga ato vlera që i quhen Partia Demokratike të Tirancave të vjetër. Ali Mehmeti po i thoshte një gazetare e cila si duket i kanë rrjedhur pak të shkretës, nuk po e kuptonte që i thoshte unë kam një projekt timin me njerëz 4 vjeçar. Po mirë, thotë, do kandidosh? Unë kam projekt për 4 vjeçare, nuk e merr vesh. Shkurt muhabeti, urdhra. Është për 2 vjet, po ja shpjegonte këtë punë. Okej. Po kush është tjetër? Edhe pyetja është retorike. Ore, pse nuk del kjo Vokshi? Kjo nuk është zgjedhur kur, ka 20 vjet që e cakton Sali Berisha. Se çfarë drejgjin ka me të i duket e mëshme. Okej, e zgjuara e dynjas. Okej. I futu undët gjithkund edhe tash ka edhe disa akuza që i rikthehen në vite. Pse nuk del përballë, me që kjo Orgeta ka kështu, pse nuk i del përballë kjo? E mundun, dalun, marrë iniciativën. E para punës kjo nuk ka bërë asnjëherë garë, është mësuar që përfitoi gjithçka nga Sali Berisha dhe nga familja Berisha. E dyta e di që do ta diskreditonin, do ta shkatërronin brish, politikisht, bile dhe fizikisht, se ajo është mësuar të rri në përkarrike mos lodhet kurrë. Pse nuk del ky Gazbardhi? Ta provoi edhe një herë si në Fier dhe në Tiranë. Ju shkatroi Partinë Demokratike në Fier, ta shkatroi edhe herë, ta provoi, sepse kështu me sa duket do dhe Sali Berisha, do që ta shkatroi, ta çojë deri në fund shkatrimin e Partisë Demokratike. Ta rryesim fare. Ta bëj pelte komplet. Pse s'vën Gazbardhin përballet me Manastirliun? Nuk ma merr mendja. Do zoti edhe vendosin që ta shohim shfaqjen. Po Mulnokën pse nuk e vendos? Sepse ai është gjithmonë i komanduar, gjithmonë urdhëro. Të dali para Orgetës, ballë për ballë. Pse s'marrë iniciativë? Pse s'merr iniciativë? Thotë po, du të dalun përballë. Përballëm me të. Nuk duhet të them edhe sa emra të tjerë, se s'mund të them Tritan Sheun tash. Tritan Sheu lezë gjumin në karrige. Flet magla kot kur vjen puna për Berishën, po çfarë ti thuash? Kush është tjetër aty? Nuk e di, që janë këto kocomite e zyrave të Partisë Demokratike që s'janë mësuar të bëjnë asgjë. Normal bëjnë vetëm fjalë, i ka mësuar Sali Berisha. Shajnë, pështyjnë, akuzojnë, por punë jo. Për të fituar sfitojnë kur, justifikohen gjithmonë, na vollën, na bën, na krimi, mafia, kjo, ama terrenin edhe këto i di Partia Socialiste, i di Rama, patronazhistat, i di kjo Orgeta, Manastirliu, të cilët pastaj futen, fitojnë dhe bëjnë punën e tyre. Ndërkohë ata nuk mund ta linin Tiranën kështu në trialitet. Domethënë, nuk mund ta linin dualitetin brenda Partisë Socialiste dhe pastaj edhe shtjelmat që bën ajo farat opozite, e cila është më e shëmtuar edhe se nuk e di se kur, në cilën do periudhë kohës kjo është opozita më e shëmtuar, më deklasuar edhe njëkohësisht e degraduar e asaj kohë që ne e quajmë pluralizëm. Nuk e di as në monarki, as përpara monarkisë, nuk e di, as para 1924, as 1913, në kohët Prince Vidit,
Asë në kohë të internacionaleve, guvernatoriateve, më nuk bën vaki të jenë si punë atyre, sepse nuk bën vaki që ato kohë të kenë pasur një si Sali Berisha. Pra po them, Jorita s'ma mërmenja, Ali Mehmetit cilët janë më të moderuarit, pavarësisht se s'ka ma si dhe besimi. Unë jam me parimet e Besim Levonjës që thote ke prefekti, ke Qazim Mulleti, të të roshin ta diskreditonin, por një gjë interesante e kanë shkruajtur. Edhe po përsëris. Kur po lexonin shpallje qeverie, i fusin burg disa që edhe akuzonin që ato janë komunikata komuniste. Edhe i fusin burg, për burg do futeshin me komunistat ata, për komunistë i kishin zënë. Ndërkohë një familje e pasur ja vërteton, ore më keni marrë fëmijën kot sepse ajo ishte shpallje qeverie. A shikon thotë që është shpallje qeverie? Vendosin letër. E çfarë pastaj e tha Qazim Mulleti? Që pas ka qenë shpallje qeverie, ta nxjerr nga burgu këtë tha. Po ky ka qenë 6 muaj në burg me komunista. Ky është komunist e kaluar komunist. Si kështu është edhe me Sali Berishën. Nëse të 6 muaj me Sali Berishën atje, jo Jorita Tabakut ti je i lirë Ali Mehmeti, po ti je kush të duash, ti ke kry punë se je komunist. Ato ishin burg edhe kishin dalë komunista. Jo, ma të bësh jetë parti, jetë marrësh urdhra prej Sali Berishës, se çfarë komunisti del ti, i jashtëzakonshëm. Kështu që në këtë mes ajo Orgeta me të vërtetë që ja ka bërë pak pabesisht. Edi Rama, po në fundit është një vijshmëri, ka dashur të ketë kontrollin përmi Tiranën dhe përmi bashkinë e Tiranës. Të ndaj dy epoka, epokën e stërpërfolur për punë të mira dhe për punë të këqija, sepse kështu është Erion Velia në tipikun e Lalierit e Lalifikut. Punë të mira dhe punë të këqija. Tash opozita thotë janë gjitha të këqija, po opozita këtë muhabet ka, këtë muhabetin ka këta. Kështu janë këta. Të janë në burg me komunistat. Erion Velia ka bërë punë të mira, jashtëzakonisht punë të mira, ka ndryshuar Tiranën në disa lloje konceptesh. Edhe sigurisht do t'i njihen, edhe sikur t'jetë në burg. Ka dhe punë të këqija pastaj që me sa duket drejtësia ka për t'i evidentuar. Me sa duket mund të dështojë edhe drejtësia në marrëzinë e vet, që aty mund të ketë edhe gjyqtar e prokuror kundra Velies sepse si ka dhënë në apartament ose nuk ju ka dhënë një shesh ndërtimi. Janë edhe këto punë. Edhe unë sigurisht as e kam për problem ta them këtë gjë. Normalisht një pjesë e urrëties që ka një prokuror aty dhe një gjykatës janë pikërisht për këto punë. Sepse Velia, kush e di ka pas agent tjetër si ka pjedhur këta. Këta kanë kërkuar më tepër se sa kanë merituar. Në anën tjetër ka dhe akuzat tjera, në anën tjetër ka dhe fjalë shumë të mira tjera. Ky është koncepti njeri. Tjetra që desha të them është dalja e Vučićit në Kombet e Bashkuara dhe fjalia e famshme e tij, ftesa që i bëte Donald Trumpit, presidentit së Bashkuara të Amerikës, por edhe ajo që thotë qajeni Kosovën, Kosova ka për qenë gjithë jetën e saj pjesë e Serbisë. Dhe marrëzirat këtu në Shqipëri edhe në Prishtinë, që thonë që tha Vučići. Po mirë më majmun, qa kujtoni që do thot Vučići? Qa doni të thot ai? Që është pjesë jo e Serbisë? Qarë? Vučići nga jo Zhymil Hane, Ple Hane ka dalë. Ministri i asaj Ple Hane dhe Marzije ka qenë. Vučići nuk mori vesh as nga e mira, as nga konstruktiviteti, jo të mori vesh nga destruktiviteti, edhe në kohën e sotme. Vučići ai është. Kur një njeri që i thonë vllai Vučićit këtu, ku diun se çfarë i thonë, që deshte të rregullohet disa marrëdhënie ekonomike përpara se të rregullohen ato politike dhe gjeostrategjike, dhe që sigurisht edhe në Kosovë majmunët, edhe në Shqipëri majmunët i kundërshtuar. Dakord, i kundërshtuar, ja vllai Vučićit e Piçitiçit e dakord, okay. Po kur ju thoshte s'keni punë me Serbinë edhe me Vučićin, nuk ju duhet biseda gjë me të, sepse ai s'ka për të ndrequr kurrë. Po bëni bisedë me Amerikanët dhe me Evropianët, as për këtë se dëgjuat. Por ç'pun keni me Vučićin? Vučići atë mendje ka, është pjesë e vrastarëve në Kosovë. Ka qenë ministër dhe ka qenë përfaqësues i shtypit dhe ka qenë përfaqësues i Slobodan Miloševićit. Çfarë mendje do të ndrojë ai? Ku mund të ndrojë mendje ai? Ashtu si Mullar Kashte, është ai e bën edhe për të gjitha këto fjalë, po edhe për
predikim të jashtëm, po sidomos për predikim të brendshëm në Serbi. E ka përfaqe të zezë punën në nxjerrë armat, a kuptoni, ju tregon muskujt ato. Nuk është se ka përdorur vetëm Vučići këto gjëra. Këto i përdorin gjitha tipat kështu në këtë lloj forme që gjenden në këtë lloj ngushtice, a kupton? Dhe ashtu do thot, edhe në OKB. Sot është tronditur gjithë bota me marrëzirat e saj, s'po thot se ka gojën e lirshme, Vučići thot që Kosova është pjesë e jona. E ka të lirshme fare. Ju e keni gojën e lirshme me thënë që qaj e Kosovën ti dhe më ta majt bydha, provoj e herë ta shohim, a merr Kosovën moti apo se merr. Sepse sigurisht serbët janë trima me të parëmatosurit, janë trima me gratë parëmatosura. I përdhunojnë, vrasin pleq të parëmatosur se ku del dikush me armë në dorë, serbët janë kokrat e bëqeve dhe njerëzve që ikin me vrap. Janë trima vetëm me të parëmatosurit edhe me të lënduarit. Nuk janë trima me burrat ato dhe me të armatosurit. Kurse majmunet të cilët pastaj shpallin shqiptarin tradhtar janë majmun të qelbur shqiptarie e cilët nuk do të marrojnë kurrë. Janë me sasi edhe bëjnë punën e Serbisë, patjetër. I japin kënaqësi serbëve, duke shpallë njëri tjetrin ti i Serbisë, ti i Vučićit, Shqipnia kështu ai. Jo, ju jeni të këtij, ju jeni të atij, këta në mënyra shqiptare ignorantësh, delirantësh, të cilët s'kan për të vu mend kurrë. Vučići atë ka pas në mend gjithmonë. Ka ardhur një moment që ishte i dobët, vulnerabël, këta ja rritën pordhët një njeriu të tillë. Ja rritën duke bërë si Vučići edhe këta. Tashi, në këtë mes, mos t'ju vinë keq pse thot Vučići ashtu. Vučići ka qenë gjithë jetën ashtu. Vrasësh, shqiptarësh. Vučići duhet ta provojë tashi nëse i vret dot më. Me ato armë që nxori, a mund t'i vrasim më? I këtë duhet provoj, po ai e di që nuk e provon dot. Nuk e di. A dini ju, se ai e di. Ai bën konsum fjalësh tash. Dhe përballë ka njerëz tjerë në Kosovë, sidomos në Kosovë, se në Shqipëni janë qartë, që bëjnë edhe ata konsum fjalës, marrëzira. Kur e din shumë mirë, që përgjigja e vetme ndaj Vučićit është ta mbane mbrapa jote, provoj edhe një herë, të shohim. A është e jotja apo e kujt është? Dakord miqtë e mi, kaq kisha.